Sërish situata u paraqit e tensionuar në hyrje të kantierit të aeroportit të Vlorës, edhe gjatë kësaj të mërkure. Rojat e sigurisë nuk kanë lejuar punojësit e kompanisë Mapco të hyjnë në ambientet e terminalit dhe në zonën e aeroportit për të vijuar punimet, ku kamionet e kompanisë 2A Group vijojnë të mbajnë të bllokuara hyrjet në kantier. Në vendngjarje ka mbërritur edhe Emin Pacolli, presidenti i Mapcos, si dhe vllai i vogël i Bexhet Pacollit, i cili ka kërkuar ndërhyrjen e policisë së shtetit. Siç e shihni ditën e sotme janë shtuar kamionat që kanë bllokuar rrugën. Madje kanë bllokuar dhe rrugën e fshatit të banorëve të zonës, cilën ne vërtetuam dhe me anë të një vërtetimi që na solli kryeplaku i fshatit, që kjo është rrugë e banorëve të zonës, rrugë fshat. Forcat e policisë kanë shkuar në kantier, por sipas deklarimeve të bëra në terren, nuk kanë ndërmarrë veprime për zhbllokimin e situatës, duke argumentuar se janë në pritje të urdhrave dhe procedurave përkatëse nga organet kompetente. Ndërkohë të gjitha hyrjet e kantierit të aeroportit të Vlorës vijojnë të mbeten të bllokuara nga rojat e sigurisë, duke mos mundësuar dot hyrjen e punojësve dhe vijimin normal të punimeve. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa pritet të shihet nëse do të kenë ndërhyrje nga autoritetet për zgjidhjen e konfliktit, i cili po pengon ecurinë e punimeve në aeroport.